As ka thonë të njerë mjeku këshirit një dimuj mos i përdor që këtë ushqim, që këta. A të ka thonë? A ka ndodhë të njerë? Të deri të bajsh ma mirë, pas taj s'ka problem. A ka ndodhë? Ndodhë shpesher. Po Allah, aso gjellë të njerë ta merë pasurin, ka thonë se që këto 3 mujt një dijet bane pak. Se ki zonë thë me të përruë, no? E ti i dhnosh me Allah në takë. Ko se Allah nuk ta mshel një dirë, vetëm t'i qelë dirë dhe këta kam spjegu. Fëmijo i cili janë embrion, thith në përmes këthizës, ku të linde, i prejet bajspari këthiza u mshel dugoja. Oj halli, ka më ushqe, Allah u ka qelë di këthiza. Që ushqejet me qumsht. Edhe ato 2 vet mas 2 vet dhe i mbillet i qelën 4 kanalet të ushqimit. Fillon të fëmijo me ngron, edhe me pi. Qka ngron? Han mish, edhe ha bim. Pin uj dhe pin qumsht. Deri deze, ku deze? Mshelën. Aha, a pi? Jo. Pa ata Allah i ka bo të dirë gjenetit, duplo, që tja qele, thot bujrën o robi jem, hin prej qëllës dherë dosh, kja është Allah u jotë. Ti si e i knaq me Allah në tanë? I e i mërzito me Allah në tanë? Si e rasi që Allah e ka para po, dosën, shkat të konë ti. A ma mirë për ti është më konë zengina fukara, ko e dinti? Ko e dinti?